Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është përballur me kërcënime të vazhdueshme për jetën dhe sigurinë e saj personale. Një tjetër email kërcënues ka ardhur në emailin zyrtar të presidencës së Kosovës. Janë nisur me të vra edhe shpunat e Serbisë, policit shka janë me armë të kontrabandnume, thuhet në emailin kërcënues, që ka shkuar në adresën e presidencës. Ndryshe dhe javë më parë, presidentja Vjosa Osmani ishte kërcënuar po ashtu përmes adresës zyrtare të institucionit që ajo drejton. Me tranë prit dekt, me të lanë partisë dytë mundësi, duhet deri tash kriminele antikushtetuese ordinere t'i harrop të vrajt, ishte shkruar në mesazhin e mëhershëm kërcënues. Prokuroria Speciale e Kosovës ditë më parë bën të ditur se ka nisur hetime për identifikimin e kryerësit të mundshëm të kësaj vepre dhe se kanë caktuar një prokuror që do të merret me këtë çështje. Të njëjtën kur edhe është pranuar raporti policor në lidhje me veprimet fillestare, menjëherë është caktuar prokurori përgjegjës nga Prokuroria Speciale dhe rastin do ta trajtojë me prioritet të lartë, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të siguruar zbardhjen e plotë të çështjes dhe ndëshkimin e përgjegjësve të këtyre akteve, njofton nga Prokuroria Speciale. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka marrë një kërcënim me jetë përmes një emaili anonim. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina, i cili tha se rasti është paraqitur menjëherë tek autoritetet kompetente për hetim. Në mesazhin e dërguar presidentes gjendet një përmbajtje e rëndë e gjuhë kërcënuese, e cila përbën një sulm të drejtë për drejtë ndaj jetës së saj. Teksti i mesazhit, i cili përmban fjalë të paqarta dhe gramatikisht të çrregullta, përfshin shprehje si: me të ranë prit dekt me të lanë partisë dytë, mundësin duhet deri tash kriminele antikushtetuese ordinere t'i harropt të vraj. Kjo gjuhë tregon qartësisht synimin për të frikësuar dhe kërcënuar presidenten e Kosovës. Deri më tani nuk ka informacione të mëtejshme lidhur me autorin ose autorët e këtij kërcënimi, por organet e rendit kanë nisur hetimet për të identifikuar burimin e mesazhit dhe për të garantuar sigurinë e presidentes Osmani. Institucionet e sigurisë në Kosovë po e trajtojnë rastin me prioritet të lartë, duke marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e presidentes dhe familjes së saj. Kërcënimet ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror konsiderohen si kërcënim serioz ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare të vendit. Zyra e presidentes ka deklaruar se pavarësisht këtyre përpjekjeve për friksimin e saj, presidenti Osmani do të vazhdojë punën me vendosmëri në mbrojtje të interesit të qytetarëve dhe të kushtetutës së Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani është bërë sërish objekt kërcënimesh serioze me jetë. Një mesazh kërcënues është dërguar në adresën zyrtare elektronike të presidentes së Kosovës, ku një person i panjohur e kërcënon me vrasje kreun e shtetit. Ngjarja ka alarmuar institucionet përgjegjëse për sigurinë e presidentes dhe të institucionit që ajo drejton, ndërsa autoritetet kanë nisur menjëherë hetimet për të identifikuar personin apo grupin pas këtij kërcënimi. Lidhur me këtë zhvillim të rëndë dhe shqetësues, ka reaguar me tone të ashpra bashkëshorti i presidentes Prindon Sadriu, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se kjo nuk është hera e parë që presidentja Osmani kërcënohet me jetë. Sipas tij, kërcënimet e tilla janë bërë tashmë të përsëritura, dhe ajo që është më shqetësuese është fakti se institucionet nuk po reagojnë me vendosmëri për t'i ndaluar. Kjo nuk është hera e parë. Presidenti është kërcënuar me 10 herë më parë, dhe askush nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtsinë, asnjë veprim, asnjë përgjegjësi, kur institucionet përkatëse heshtin dhuna natyrshëm që flet, kur institucionet përgjegjëse nuk mbrojnë kërcënuesit ndihen të sigurt, ka shkruar Sadriu. Ai ka shtuar se kërcënimet e vazhdueshme nuk mund të konsiderohen më thjesht si fjalë boshe apo kërcënime të izoluara, por si një fenomen sistematik dhe strategjik që synon friksimin dhe presionin mbi institucionet më të larta të shtetit. Kur këto përsëriten, nuk janë më thjesht fjalë, janë sistem, janë strategji dhe mbi të gjitha, janë pasojë direkte e mosveprimit, ka shkruar mëtej Sadriu. Reagimi i tij ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik dhe në rrjetet sociale, ku qytetarët dhe figura publike kanë shprehur shqetësimin e tyre për mungesën e reagimit adekuat nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë ndaj këtyre kërcënimeve. Ngjarja vjen në një moment të ndjeshëm politik dhe diplomatik për Kosovën, kur tensionet e brendshme dhe sfidat ndërkombëtare janë në rritje,
Presidenti Osmani, e cila ka qenë në qendër të zhvillimeve politike që nga marrja e detyrës së saj, është shpesh objekt kritikash nga kundërshtarët politik dhe grupe të ndryshme që nuk pajtohen me politikat e saj të brendshme dhe të jashtme. Sipas burimeve brenda institucioneve të sigurisë, po kryen hetime të thelluara për të identifikuar burimin e kërcënimit dhe për të siguruar që presidentja të jetë në mbrojtje të vazhdueshme. Zyrtarë të policisë nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare për mediat, por kanë konfirmuar se rasti është në trajtim, ndërkohë analistë ndryshëm kanë shprehur shqetësimin se normalizimi i gjuhës së urrëties dhe kërcënimeve ndaj figurave të larta shtetërore përbën rrezik serioz për funksionimin demokratik të shtetit dhe për sigurinë e individëve që përfaqësojnë institucionet. Kjo është një çështje që nuk mund të merret me lehtë. Kërcënimi ndaj presidentes së vendit është kërcënim ndaj vetë shtetit dhe rendit kushtetues. Nëse nuk kam dëshkim dhe përgjegjësi për këto veprime, atëherë përçon një mesazh të rrezikshëm për shoqërinë, tha një ekspert për sigurinë në mediat lokale. Presidenti Osmani deri më tani nuk ka dhënë një deklaratë publike lidhur me kërcënimet, por pritet që zyra e saj të dalë një reagim zyrtar pas vlerësimit të rrezikut nga ana e institucioneve të sigurisë. Kjo situatë nënvizon edhe një herë domosdoshmërinë për forcimin e mekanizmave të mbrojtjes së figurave shtetërore dhe krijimin e një klime ku kërcënimet ndaj zyrtarëve publik nuk tolerohen, por trajtohen me seriozitet dhe përgjegjësim maksimale nga organet ligjit zbatuar the. Opinion nga Faton Mehmeti. Nuk janë të rralla rastet kur krerët e shtetit, por edhe politikanët në përgjithësi kërcënohen. Së fundmi në emailin zyrtar të presidencës, një llogari me emrin RapTap ka kërcënuar me jetë presidenten Vjosa Osmani. Sipas presidencës, kjo llogari kërkon që formimin e qeverisë presidentja t'ia kalojë partisë së dytë. Po ashtu sipas zëdhënësit të presidentes Bekim Kupina, ky email i drejtohet presidentes me fjalën të vraj. Sigurisht që një kërcënim i tillë është shqetësues dhe institucionet duhet të zbardhin identitetin e personit në fjalë, si dhe të bëjnë arrestimin e tij ose të saj. Ajo që është e habitshme sipas presidencës është fakti se pavarësisht 10 kërcënimeve, shumica prej tyre me jetë, asnjë veprim nuk është ndërmarrë ndaj autorëve, ndonse shumë prej tyre janë të identifikueshëm me emër dhe mbiemër. Për më tepër, disa nga kërcënimet janë bërë edhe publikisht në emisione televizive, por sërish mungon reagimi institucional. Si është e mundur që institucionet përgjegjëse nuk reagojnë? Imagjinoni kur kërcënohet presidentja, çfarë mund të ndodhë të tjerëve. Reagimi duhet të ishte i shpejtë dhe të shërbente si mesazh për çdo që kërcënon se çfarë pret. Kushdo që qëndron pas tyre kërcënimeve ndaj presidentes Osmani nuk ja do të mirën Kosovës dhe përpasoj duhet ndalur dhe ndëshkuar. Kosova nuk guxon të shndërrohet në një vend ku çdo i çmendur, kriminal apo bandit mund të kërcënojë këdo dhe të mbetet i lirë. Ata që e duan të vdekur presidenten e Kosovës janë armiqtë e shtetit tonë dhe si të tillë vendin e ka në burg.